Parashevia holandeze, kush është Rania Zariri, këngëtarja që përfundoi e pastre. Rania Zariri, ylli 39 vjeçar holandez e njohur edhe në Gjermani, u gjet në Merkoliano në zonën e Avelios ku jeton si e pastre. Administrata komunale është mobilizuar për ta ndihmuar, ndërsa kryetari i bashkisë, Vittorio Del Alessio, shkrua në Facebook se këngëtarja është e sigurt. Po mundohemi të ndihmojmë këngëtaren e re holandeze në vështirësi, ka thënë kryebashkiaku pak orë më parë në një postim të shoqëruar me një foto ku shihet gruaja e ulur me gjërat e saj në një çantë në anë të rrugës. Kryebashkiaku shpjegoi se ai është në kontakt me ambasadën holandeze, ndërkohë psikologja Michela Bortunjo nga shërbimet sociale po flet me Ranian.